Profesor, si ndjeni që shkoni dhe mbështesni protestën në Kuç dhe në Trajaz dhe nuk keni, po themi, atë aktivizim nga banorët, pra duke si kur jeni vetëm e para dhe e dyta, a mund keni një thirrje për banorët e Kuçit dhe Trajazit? Po, bravo ti. Unë falenderoj për mënyrën e pyetjes. Atje unë kam një bërtham jashtëzakonisht të fortë, që është zonja Lela, Niko Dumani, një doktor me mbiemër Zotaj, janë disa persona me mbiemër Balilaj, kam. Po në fillim ka patur dhe ndryshe nga pjesa Kokës, Tropoj, Has, ndryshe nga dali. Nuk ai ndot nivelin atyre. Shikoni dhe çik shtremt. As misardë nuk thoshin. Nuk e kuptoni ti që lë gjë jetë. Bile pati dhe nga ta pyeti. Profesor, më duhet se los me 3-4 porta. Unë los me i porti, thash. Që quhet Shqipëri, thash. Por, tham falë më vonë. Sytë e ti, kërkoj skuza ti. Si shumë e shumë tjerë, me mua ti. Shumë do. Por, unë jam i paknaqur. I paknaqur. Me banorët e lumit Vlorës. Duke qenë një nga luginat më të shenjta, më historike në botë, lugin me energji pozitive, lugin e Vlorës, Theth, Balbon, Berat Tomor, Shkodër, Bermosh, janë 4 luginat më të shenjta në botë me energji pozitive. Dhe ti të mbasësh historinë e të parve, të mbasësh familjen, të mbasësh ujin. Dhe ai thot, më tha vajza nga Amerika, urdhë baba lek dhe i mbrojt, din protet, pra i tha vajza. Nuk i tha i stikti i brëndshëm. I tha vajza ti. Nëse mua nuk më tha djali që kam dhe atje, profesor në Amerikë, nuk më tha ai. Po vajta vetë. Herë e ashtu që i gruan, e gjenjej pozitivisht gruan, jam deri këtu i dhe. E vajta në Vlorë, jo një herë, po 10 herë, edhe vete me të mija ti. Ndryshe nga disa të tjerë që marrin dhe projektet. I lumë, punë e tyre, s'ka problem. Por nuk mbrohem në projekte. E të kësu e fort, këto kauzat i. Këto mbrohen me zemër, me shpirt. Dhe pakënaqësia ime është që nuk e gjej, bile pata njërës shokët e mi, Amerikë, Kanada, që më thonë që ti flisje dhe sa ta shikonin telefonat. Ata që kishin mendje ke tyt. Lërëm, thoshte, më bërtise shoku i ngushtë, Edmond Skënderi, nga Kanada. Lërëm, mos shkoj me dhe. Gruaja, të njëjtin gjë. Jo, i thash, nuk të riqem. Sepse di që nga kjo vjen kjo. Qa di bëj që e di, më dhajtë. Edhe nuk më falet. Një ekspert që di dhe nuk e thot, është akoma me i rezikshëm se një që nuk e di. Dhe e bëne, nuk e di. I falë zoti e tutë, më falë zoti e tutë se s'di që bëjnë. Nësa mua nuk më falet. Që kam kaq mbrojtje, 8-10 vjet që mbroj lumejnë nga shfrytëzimi i energjisë, që është një shfrytëzim barbar që bëhet lumit. Akoma ka inxhiniera dhe vetë kryeministri që thotë që lumi shkon kot në det. Si mos kuptoj dot që lumi bën 1000 detyra nga burimi të bronjave, izvori deri në det, bën 1000 detyra rrugës, me rrenjë, me ekosistem, me blegtori, me bujësi, me akvakulturë, me turizëm, me lagështi, sepse po mos jetë lagështia e lumit. Ajo brizë detare që sjell rreshjet, 40-50%, duhet martohet me lagështirën që bën lumi, edhe lind shiut, në vranisht, i vranët, vranishti. Lind shiut, po mos vi brita detare, në flati detare me lagështi i Durrësit, përplaset në lumenjt e Erzenit, në Dajt, lind shiut në Tiranë, njëta gjë në Shkodër. Pra, lumi ka detyra nga më mallore, ka detyrë lumi që ti e quan shkon kot në det, inxhinier, hidroteknik, inxhinier mjedisi dhe thotë që lumi shkon kot në det dhe këshillon me kryeministrin, apo mirë lumi shkon thotë dhe kryeministri, është ignorant, po i falë ignorancë. Po thot Freudi, kur je ignorant je dhe agresiv, prandaj dhe e merr, se po ta di zoti Rama që lumi bën 1000 detyra, ndoshta nuk vendos. Kështu që për mua situata është i kalon çdo lloj epoke historike, çdo lloj epoke pushtuesi. Situata në Trajaz edhe në Vlorë. Po Trajaz është më trimati, bravo i qofti aty. Më kanë gati ti, për gjyq, për avokat. Imagjinon doti që ai jetë në gjyq lumin e Vlorës edhe nuk ka një ekspert. Po ka një ekspert si puna ime, hidrogjeolog, profesion, inxhinier mjedisi, avokat mjedisi, 3 fusha, edhe nuk më trasin që si ti mbroj, edhe si e kanë, që e çojnë në gjyq thonë se ne e bëm toni, shuam gjyq, po e kanë të humbur gjyqin sepse nuk din çka kërkojnë.
Megjithatë, le të vazhdojnë këto skena, këto gjëra. Dakord jam, nuk i dekurajoj, përkundazi i kurajoj, por për mua është situatë pushtim neokolonial. Për dëbuar shqiptarët nga Kuqi, nga kjo lugin e shenjtë historike, për t'i dëbuar përjetësisht këta banorë. Dhe do vinë ta, prandaj e ke dëgjuar kryeministrin vëlla, thirrje Indokinës, çka quhen ata, Indonezisë, për 40.000 punëtor. I ke parë gjitha resortet tona me lloj-lloj, si jemi kundër tyre, se si jemi racista ne shqiptarë, absolutisht ne i pranojmë. Po Armand që the do bëj 300.000 vende pune, edhe japet 300.000, po japin në Gjermani, në Angli 300.000 për shqiptarë, në Shqipëri nuk kape vende pune. Pra, do të sjellësh, silli, ata. Do t'i sjellësh, silli. Po ku do se mos e ke qëllim tjetër, do të ndryshosh gjakun shqiptar, do të ndryshosh ADN-n shqiptare, do të bësh kufin të rinj shqiptar, do të bësh një ministet që të krijosh Bektashi, unë jam vetë Bektashi, do të bësh një ministet që të krijosh ministete për Himarën, për Delvinën, për Mitrovicën, për serbët, për grekët, për bullgarët, do kështu. Të lumt. Mund t'i bësh për sa kohë shqiptarët, flen, mund t'i bësh ti. Po sa ka bi shqiptarësh ti, s'ke për t'i bërë kurrë ti. Sa ka, edhe pakët jenë, sepse një shqiptar i mirë, pozitiv, luftarak, është sa 1.000 shqiptar të vjetur. Kjo është deviza ime. Apo 10.000, sa duash ti më valla, sa e do ti? 100.000, ai që bën një atë shqiptarë.